ngjarje të tjera dhe evente të vogla. Gerti Palali është prezantuar si drejtori i ri i Teatrit Migjeni në Shkodër, në një takim me trupën dhe punonjësit e këtij institucioni në prani të drejtuesve të Zyrës së Kulturës pranë Bashkisë Shkodër. I diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, Palali ka spikatur në skenën shqiptare si aktor, regjisor dhe producent, duke realizuar një sër shfaqjesh teatrale dhe filmike të vlerësuara me çmime në festivalet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ka bashkëpunuar më parë me Teatrin Migjeni, duke njohur nga afër skenën dhe trupën e tij, çka e pajis me një përvojë të çmuar për drejtimin e këtij institucioni. Gjatë fjalës së tij para trupës dhe stafit, Palali u shpreh se është një nder dhe një privilegj i madh të jetë në drejtim të Teatrit Migjeni dhe se së bashku me trupën dhe të gjithë punonjësit do të punojnë që këtij teatri t'i japë një dimension të ri dhe një vizion bashkëkohor. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ju, që kena punu të tanë bashk me projekte në këtë teatr, edhe jam shumë i lumtur që do t'i vazhdojmë të tanë bashk. Gjithmonë kena bashkënda dëshirat për teatrin, vizionet që ne kena, gjana që kishim bërë ndryshe, edhe jam shumë i lumtur që të tanë bashk ato vizionet, ato dëshira me i vunë zbatim në këtë teatr që është si tempull për ne, që ne ma shumë kalojmë kohë këtu, se sa në shtëpinë tonë, dhe më thanë. Atë që unë di, atë që ne dim të tanë bashk, do përpiqena që me ndërtu një teatr shumë më të mirë në tana dimensionit, në dimensionin e rritjes së premierave, në dimensionin e krijimit të gjanave të reja, në dimensionin e binjakëzimit me teatrët e tjera, me pru regjisor të mirë shqiptar edhe ndërkombëtar. Në tana dimensionet të tanë bashk do të bëjmë më të mirën që është për këtë teatr. Unë ju du shumë fort secilit dhe besoj se do bëjmë një punë të mirë të tanë bashk. Gerti Palali është një nga të rinjt që u përgjigj thirrjes së hapur të Bashkisë Shkodër për të kontribuar në qytetin ton, duke sjellë energjinë dhe pasionin e tij në shërbim të kulturës. Energjia, vizioni dhe përvoja e tij pritet të sjellë një frymë të re, duke kthyer Teatrin Migjeni në një qendër dhe më të fuqishme të kulturës dhe artit.